Gratë që rrezikojnë jetën për të dhënë jetë. Ka një luftë që nuk luftohet me armë. Ka një guxim që nuk mësohet në akademi. Ka një dhimbje. Dhimbje më e madhe që njeriu mund të përjetojë. Dhe ajo bartet nga vetëm gjysma e njerëzimit. Gruaja. Në çastet e lindjes, ajo nuk është thjesht nën. Ajo është luftëtare. Mjekësia moderne e ka klasifikuar dhimbjen e lindjes si dhimbja më e lartë në shkallën e matjes së dhimbjes njerëzore. Kontraksionet, presioni, orët e gjata, trupi që kërkon gjithçka që ke. Nëna shtrëngohet, djersitet, qan, thërret. E gjitha ajo vuajtje është për një gjë të vetme, të sjellë jetë. Dhe Islami, feja e drejtësisë absolute, nuk e la këtë moment pa shpërblim. Nuk e la pa vlerë, nuk e la pa njohje. Allahu i Madhërisëm, ai që e krijon çdo gjë, zgjedh të përshkruaj lindjen me fjalë të fuqishme. Thot në Kuranin fisnik: dhe ne kemi urdhëruar njeriu të jetë i mirë ndaj prindërve të tij. Nëna e tij e ka mbajtur atë me mundim mbi mundim, dhe heqja e gjirit të tij është pas 2 vjetësh. Surja Lukman 14. Mundim mbi mundim. Në arabisht, wahnan ala wahn. Mundim i shtuar mbi mundim. Shtres mbi shtres. Dhimbje mbi dhimbje. Allahu vete quan shtatëzënin dhe lindjen mundim të dyfisht. Jo thjesht sprov, jo thjesht vështirësi. Mundim i shtuar, i njohur dhe i vlerësuar nga Allahu, dhe në ajetin tjetër edhe më të fuqishëm. Nëna e tij e ka mbajtur atë me vështirësi dhe e ka lindur me vështirësi. Surja El-Ahkaf 15. 2 herë Allahu përsërit fjalën kur. Vështirësi, mundim, dhimbje. Allahu nuk ka nevojë të përsërisë. Kur Allahu përsërit, ka arsye. Dhe arsyeja këtu është e qartë. Allahu dëshiron që njeriu të mos harroj kurrë çfarë ka kaluar nëna e tij. Imam Kurtubi, komentuesi i madh, shkruan: fjala kur në arabisht tregon dhimbjen e jashtëzakonshme, atë dhimbje që arrin kufirin e durimit njerëzor. Allahu e përdori këtë fjalë për të treguar se çfarë kalon nëna dhe për të bërë obligim ndaj fëmijës që ta njohë dhe ta nderojë. Erdhi një njeri tek profeti alayhis salam dhe e pyeti: o i dërguari i Allahut, kush e meriton më shumë shoqërinë time të mirë? Profeti alayhis salam tha: nëna jote. Pastaj kush? Nëna jote. Pastaj kush? Nëna jote. Pastaj kush? Babai yt. 3 herë nëna. Dietarët shpjegojnë, Ibn Batal shkruan: arsyeja pse nëna u përmend 3 herë dhe babai 1 herë është pikërisht shtatëzënia, lindja dhe gjithënia. 3 prova të veçanta të nënës që babai nuk i ndan me të. Dhe tani, çështja që zemrat e nënave presin është përblehet të dhimbja e lindjes. Profeti alayhis salam tha: kur gruaja është shtatëzën, ajo ka shpërblimin e atij që agjeron, falet dhe lufton në rrugën e Allahut, dhe kur lind, ka për të një shpërblim kaq të madh sa syri nuk e sheh dhe veshi nuk e dëgjon. Dhe profeti alayhis salam tha gjithashtu: çdo grua që vdes nga lindja është shahide. Shahide, dëshmore, martire. E njëjta grad me luftëtarin që bie në fushën e betejës. Imam Suyuti, dietari i madh, ka shkruar: gruaja që vdes gjatë lindjes, vdes në rrugën e Allahut, sepse ajo rrezikoi jetën e saj për të dhënë jetë, dhe Allahu nuk e lë pa shpërblim asnjë sakrificë. Dhe për ato nëna që mbjetojnë, profeti alayhis salam ka mësuar diçka të mahnitshme. Çdo dhimbje, lodhje, sëmundje dhe breng që e godet muslimanen, madje edhe gjembi që e ngec, Allahu ja fal mëkate. Gjembi, edhe gjembi i vogël, fal mëkate. Atëherë, ato orë të lindjes, ato kontraksione, ato lot, çdo sekondë e tyre është falje mëkatesh dhe ngritje gradash. Çasti i parë, kur fëmia qan, dhe pastaj, pas gjithë atyre orëve, vjen zëri.
Ajo e qara e pare e fëmijës, dhe nëna, e lodhur, e stërmunduar, e djersitur, harron gjithçka. Jo sepse dhimbja nuk ekzistoi, por sepse ajo dhimbje bëri diçka që asnjë gjë tjetër nuk mund ta bëjë. Solli jetë. Allahu thot, dhe e bëm njeriun që t'i bëj mirë prindërve të tij. Nëna e tij e mbajti me vështirësi dhe e lindi me vështirësi, dhe mbajtja dhe heqja e gjirit zgjat 30 muaj. Surja El-Ahkaf 15. 30 muaj, 2 vjet e gjysmë, e gjitha ajo periudhë. Allahu e nje, e numëron, e shpërblen. Nëse je nën, dije se çdo dhimbje që ke ndjer, Allahu e ka parë. Çdo lot që ke derdhur, Allahu e ka numëruar. Çdo natë pa gjumë, Allahu e ka shpërblyer. Nëse je fëmijë, dije se nëna jote ka paguar çmimin që ti nuk mund ta shlyesh. Jo me para, jo me kujdes, por me respekt, me dashuri, me lutje. Profeti alayhis salam e vendosi xhenetin në këmbët e nënës, jo rastësisht, sepse ato këmbë kanë ecur në përdhimbje që vetëm Allahu i njeh. Nëna jote, nëna jote, nëna jote. 3 herë, sepse 3 herë ajo të zgjodhi ty para vetes, në shtatzëni, në lindje, në gjithëdhënie. 3 herë ajo dha gjithçka.